që Bedri Hamza nuk do t'jetë kryeministër. Kur po takoni me qytetarë, çfarë po ju thonë për blokadën disa mijore, mos krijimin e institucioneve, a thonë edhe juve? Qytetarët janë jashtëzakonisht dëshpëruar sa i përket këtij 10 mujorit humbur. Kur tham 10 muaj, mund tham lirisht një vit, sepse ju e dini që ne kemi filluar fushatën pothuajse 1 muaj më herët, që ka qenë janari, ndërsa me 9 shkurt janë kanë zgjedhjet. Edhe në janar, domethënë gjatë gjithë janarit nuk ka pas asnjë aktivitet në shtetin e Kosovës, sepse ka qenë muaj zgjedhor, dhe tash po na pret janari i ardhshëm për me konsolidu institucionet e reja. Qytetarët janë jashtëzakonisht të dëshpëruar, me të drejtë janë të dëshpëruar, sepse janë ballafaquar me sfida të panumërta gjatë këtij viti. Kërkesat e tyre kanë hasë në vesh të shurdhër tek institucionet e vendit, dhe janë të frustruar e dëshpëruar me gjendjen aktuale, dhe janë të gatshëm. Ju përgjegjës? Jo, nuk kërkojnë llogari apo jo? Sepse keni parë qëndrimet dhe vendosis që ja akuzonte ish parti tjera për blokadën e shkaktuar. Tani unë nuk po flas për vendosjen, po flas për qytetarin e Republikës Kosovës. Domethënë, këtu Kosova është shumë e vogël dhe shihet çdo gjë, çdo lëvizje e partive politike. Qytetarët e Republikës Kosovës, ju e dini që ma shumë se çdo shtet tjetër e përcjellin politikën, nuk janë indiferent ndaj politikës. Politika bëhet edhe nëpër familje temat politike, edhe me shoqëri kur dalin, edhe çdo kund, sepse politika është, domethënë, mënyra jetesës është politike. Çdo gjë që lidhet me jetën ka të bëjë edhe me politikën, duke filluar nga uji që e marrin me mëngjes, ju e dini shumë mirë, si këtë vit kemi pas problemet jashtëzakonshme me kontaminimin e ujit Badovcit, dhe edhe ajo vjen për shkak politikës. Kemi pastaj me rrymën probleme që është shtrejtuar shumë fish prej se këta janë qeveri, mos flasim për artikujt ushqimor që janë një kosto shumë të lartë, çmimet shumë të larta, dhe kështu vazhdon zinxhir problemi që ka të bëjë me politikën. Dhe qytetarët e dinë që Partia Demokratike e Kosovës, që nga viti 2019, që përbjen domethënë që 6 vjet, nuk e ka pushtetin në Kosovë, dhe nuk ka asnjë kompetencë për krejt, ose asnjë përgjegjësi për krejt krizën që është shkaktuar. E tham këto sepse Partia Demokratike e Kosovës është sill konform përgjegjësive që javë ka dhënë qytetari, dhe ka bërë një punë të jashtëzakonshëm në Kuvendin e Republikës Kosovës, duke përdorur të gjitha mekanizmat gjatë këtyre 4 vjetë, mekanizmat demokratike ligjor, për të parandaluar dëmet që tentonte vazhdimisht të shkaktonte qeveria e Kosovës, duke insistuar që të bëjë ligje, domethënë duke shkel kushtetutën. Edhe për këtë blokadë thoni që fajin e ka vetëvendosje, duke qenë partia parfituese dhe me mos krijimin e institucioneve të reja.